Përshëndetje miq. Këtu ndodhemi në fshatin në Kodrat, në fakt në fshatin Kremenar të Mallakasës. Fshati Kremenar është një fshat malor në Mallakastrën e sipërme që quhet. Dhe këtu në vitin 1943 ka ndodhur një ngjarje as pak humanitare, një ngjarje tërësisht kriminale, për të cilën unë jam sot këtu sepse dua ta, përveç se është dokumentuar nga pikpamja historike e dokumentuar në bazë të dokumenteve arkivor, por në fakt të gojdhënave kështu me radhë, unë do ta dokumentoj edhe nga pikpamja filmike. Fshati Kremenar, thash, është në Kodrat e shtrirjet në Kodër. Përballë fshati Drizar dhe para është Lumi Vjosa. Në vitin 1943, përballë Matan Kodrës është Selenica. Në vitin 1943, në datën 1 apo 2 prill, Mehmet Sheu, me gjithë jo brigadës e si shkruar akoma, po me çetën e tij, arriti të kapte rreth 130, 140 deri 150 robër, jo ushtar italian, po ishin rrojtës rendi, pra ishin policia e kohës, dhe pasi i kapi, i kalon këtu në fshatin Drizar, fshati Drizar, dhe pasi e mban aty 1 apo 2 ditë, i merr robrit dhe i sjell këtu në Kremenar. Dhe i mban këtu. Kjo ka qenë pyll atëherë në vitin 1943, pra ka qenë e pyllëzuar, sot është fush, por fush në majt mund të themi në majt malit, kuptohet, dhe pasi ka mbajtur këtu ushtarët italian, që cilët ishin nga mosha nga më të ndryshme, ushtarët policët italian, karabinier më sakt, i ka mbajtur këtu 3-4 ditë dhe padyshim që i ka keq trajtuar, dhe komandanti i kësaj njësie policore ka qenë kapiten Riçi. Riçi ka qenë shoku ka qenë shok shkolle me Mehmet Sheut, dhe pas 3-4 ditësh, në pikërisht në datën 6 si sot të vitit 1 prill të vitit 1943, ai ka vendosur t'i ekzekutojë robrit. Ky është një akt kriminal, padyshim sepse ju e dini që robrit nuk ekzekutohen, sidomos kur nuk janë dhe ushtar, por ata ishin rrojtës rendi, sepse siç dihet Shqipëria atëre ishte nën Italinë dhe policia ishte përbërë edhe nga shqiptar, edhe nga italian. Moshat e tyre kanë qenë nga 20 vjeç, 21 vjeç e kështu me radhë. Sheu vendosi që ti ekzekutonte këta vetëm për një arsye, vetëm për t'u marrë teshat. Dhe këtu, shikoni, te këto shkurret, këtu është një shpellë që quhet shpella e lakuriqve, ose në italisht quhet Grota di Pipistrello, që italianët tashmë kanë identifikuar. Dhe Mehmet Sheu këtu me një gjaktotësi që e karakterizonte, sepse natyrisht që kriminalët ishin gjaftot, dhe sidomos një tip si Mehmet Sheu, i cili vinte nga Spanja dhe kishte kryer atje masakra e kështu me radhë, pra kishte marrë formimin e tij prej kriminali atje, dhe vjen këtu. Tani këtu është një shpellë ku dallohet, ku në mes këtyre shkurreve ne do ta gjejmë dhe i hedh pasi i ka zhveshur ushtarët italian, ose më saktë policët, karabinierët italianë, rrojtës së rendit, ai ka hedhur në shpellë. Shpella është e thellë, mund të themi 500-600, nuk e di, 1000 metra, dhe këta speleologët italian, kur kanë ardhur këtu në vitin 1992, kanë mundur të rikuperojnë disa trupa, por jo të gjithë. Ja, pra, ky është hyrja, ne po futemi këtu për hyrja e shpellës, shikojeni, po futemi këtu tek hyrja, dhe do ta shikoni se si i ka hedhur në shpellë bashkë me gjithë banditët që ka patur rreth e qark, po fritët ka qenë i kapu edhe këta, dhe kjo banda këtu, te kjo, ja ku është, këtu, po, shikojeni, ja ku është, shpella, kjo këtu, shikojeni njerëz, ja ku është, ja, shikojeni shpella, ja ku është, kjo këtu është shpella, ja, kjo,
Ja kush shpella. Shikojeni njerëz. Pra, ja kush. Ja kjo shpellë që Mehmet Shehu ka hedhur këtu rreth 130 djem. Karabinier ka qenë të përzier padyshim dhe shqiptar ka patur, që ka qenë ruajtës rendi në Selenic. Dhe kjo është një nga ato masakrat që është për turpin që nuk e nderon shqiptarët, që flasin për besën, që vetëm besu kanë shqiptarët. Dhe këtu, ja kjo është. Kjo është një tashmë një quhet shpella e lakuriqve. Është një moment i padyshim trishtues kur mendojnë që këtu brenda gjenden akoma estrat e atyre ushtarëve, karabinierëve të rendit, pra që ka qenë ruajtës rendi në Selenic, dhe tashmë askush nuk flet. E kuptoni tani, pas kësaj ngjarje, Mehmet Shehu ekzekutoi edhe shokun e tij, kapiten Riçin, por jo këtu. Atë ekzekutoi e mori pas 2 ditësh në Skrapar. Dhe këto ishin bandat komuniste. Hidhe një gur tjetër aty, një gur të bëjnë shu. Këto ishin bandat komuniste të cilët nuk kishin lidhje fare me humanizmin, s'kishin asnjë lloj lidhje fare me njerëzillëkun, me moralin, me nderin e shqiptarit. Ja kjo është pra. Unë padyshim që jam shumë i trishtuar në këto momente, sepse imagjinoj që ata djem 20 vjeçar të cilët kishin ardhur në Shqipëri me djenin pa djenin, me forcën e ligjit e kështu me radhë, dhe u detyruan të hidhen në shpellë dhe mos kthehen më në familjet e tyre. Nuk e di se çfarë kishin bërë ata me Mehmet Shehut, por kjo është një vërtet historike që patjetër duhet të zbardhet, dhe padyshim kjo ka patur një gjyq në Itali, pasi bashkë me Mehmet Shehun në këtë krim ka qenë edhe Xhelal Staraveska, atëre nuk ishte dezertuar akoma nga partizanët ose nga brigadat e kuqe, dhe ai kur u arratis u dënua në Itali, padyshim mori dënimin për aq sa ai kishte përgjegjësinë, por u dënua bashkë me Mehmet Shehun. Dhe Mehmet Shehu ndërkohë në Shqipëri ishte kryeministër, ishte i plot fuqishëm, bashkë me Enver Hoxhën. Në Itali ati u dënua për këtë krim, i cili krimin e robërve mund ta quajmë të luftës. Kështu që kjo është historia e 130 apo 150 karabinierëve, rendruajtës, të cilët pasi u kapën, u ekzekutuan, u hodhën këtu nga Mehmet Shehu vetëm për një arsye, për të marrë rrobat, për të marrë teshat. Ja pra, kjo ka qenë Shqipëria që kanë qeverisur banditët prej 1944-s dhe vazhdojnë të qeverisin sot. Miru pafshim njerëz. Ha, ciao. Profe, shumë e trishtë,